është tragjike kur dikush shkon në punë për me i siguru të ardhurat për familjen e tyre dhe me u kthy në arkivor. Këto nuk mund t'i quajmë vetëm numra, vetëm shifra, janë jetë njerëzish, janë familje të cilët kanë humbur më të dashurit tyne. 10 persona vdekun brenda 4 muajit parë, ndërsa edhe 23 të tjerë në vitin e kaluar. Këto nuk mund t'i quajmë vetëm numra, vetëm shifra, janë jetë njerëzish, janë familje të cilët kanë humbur më të dashurit tyne, edhe janë vdekje të cilat do të mund të evitoheshin pa problem nëse do të kishte monitorim dhe zbatim më të mirë të legjislacionit në fuqi. Gjendja e punëtorëve edhe këtë vit, siç kemi folë edhe viteve të tjera, nuk i gjen punëtorët mirë në Kosovë. Akoma vazhdon mos zbatimi i legjislacionit të punës, akoma nuk kemi një ligj të ri të harmonizuar me direktivat evropiane të punës, edhe kështu nuk mund të jemi aq optimist për gjendjen e punëtorëve në tregun e punës në Kosovë. Sektori ndërtimtarisë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në vende të tjera dhe shumë aq zhvilluara se Kosova, është një ndër sektorët cilët kryesisht me rrezikshmëri natyrisht më të lartë për shkak të punës që bëhet aty, mirëpo edhe është një ndër sektorët ku është shumë ai pranishëm informaliteti, edhe krejt këto hyn në një qark vicioz që bën që edhe siguria e punëtorëve të jetë në nivelit më të ulët. Inspektorati i punës mirë që po i bën këto inspektime, duhet të ketë sa më shumë inspektime, duhet të ketë sa më shumë dënime, duhet të ketë sa më shumë dëshkime për gjithë ata që nuk i zbatojnë rregullat, të cilat janë shumë mirë të përcaktuara me legjislacionin në fuqi, mirë po duhet të ketë edhe vetisim sa më të madh edhe të punëdhënësve, po edhe të punëtorëve që bardhja e mjeteve të mbrojtëse dhe kujdesi tyre shpëton jetë edhe nuk është puna vend ku ne do të shkojmë për me humb jetën. Është tragjike kur dikush shkon në punë për me i siguru të ardhurat për familjen e tyre dhe me u kthy në arkivor.